sallat me stres. Djeli nuk ka linde dhe pse është bërë mëngjes. Drekën e hom me rena, hajnë tjetë e unë kina. Shumë isha se si djersite nga unë vetë të mbrina. Orëve që lypi punën e puna sot më ik mu, pas malshojnë mjek rësh. Dashnin filova e porri gjithu I menue for po tut na mos gavova më thuj vaj pse mje idhnu for po tut na mos gavova më thuj vaj pse mje idhnu. Lojen ton të dashunis Umba vetën dhe u treta Mu në lulen e rinis Umba vetën dhe u treta Mu në lulen e Mirë mbrëma gjithë dhe mirë se erdhët edhe në një prall me Tupan. Faleminderit Bitonia, faleminderit Burim, mësuesa për një këngë shumë të bukur. Të vjetër po pa rrudha. Mirë mbrëma dhe publikut sonte këtu në sallë që kanë ardhur nga Frejzoj, kanë ardhur edhe nga I Klinës. Duar trokitje për veti. Prej tash e deri në fund të këtij misioni për një orë e gjys a dy do të mundohemi që përmes mysafirëve disa këngë të reja që I kanë pru edhe këngëtar të ndryshëm, do të bëjmë promovime, përmes humorit t'i kalojmë këto minuta së bashku në gjithë këtë katrahur që jemi tu përjetu. Sonte kam një këngëtar mysafir I cili kur del bën bum, kur nalet, po nuk e ka nërman as me u plak e as me u dërzu. Edhe pse I ka bu gogja do vjet, prap e shmikje I vjetër është. Blero, eftojmë skenë. Mirë se erdha. është pak ma poshtë aty. Trap? Po. Këtu, na? Qysh je poq aty? Për hajrë? Aq? I raport për mu. Se ki... Më ardhen pralla, po? Këtu. Anë televizion. Për prallë. Që e gjethëm lojnë pa qilës. Me shka me qilë? Ama I qilës që tu? Qëfare për do me portokalla me limon? Në mona 7 me limon. Me limon. Pa freskuzim është. Kjo është pije paketuat në Turqi, po dil ke pi një tokë se nesh kish shehir aty uj me gaz, ja shtojnë do shijet pemve limon ose portokall, I thojnë laqin. Laqin, okej. O, e bje in pinit shëpë kë e përzenit. Super. Unë pi marrë me portokall. Leo shqie? Mirë. Kongare e mirë, për hes mirë? Mirë, faleminderit, po. Sa është keq, mirë. Thanë ka qitë blero kongë, thash duna me tirë pa tjetër. Faleminderit shumë për ftesën. Qysh sa herë që bën diçka të re, të kom plak të vjetër, tira se më falë që tira se të kom plak të vjetër. Po. Kënë tira, po dhe teksti, po dhe unë dhe me tekst që ashtu përshkaj. Shumë.
Këtu do të më vetë Fatmir Mujen, kolega Thiraj, se ai ka shkruar tekstin edhe. Sigurisht në koordinim me mu, po ai është ai që ka vullën e fundit. Se gjithmonë kur po bëhen këngë po thojnë se ku bëhen e ka bëu tek shkruesi çka ka dashur të thonë ti na shtaj ke përzi diçka. Po, sigurisht që po, se nuk me që jam edhe tek shkrues vet, edhe që sa vite bëj këtë punë e kam mendimet e mia, kështu që ka qenë koordinim, po sigurisht që është pronë në total pronë e Fatmir Mujës, teksti. Qysh po ecë kënga? Mirë. Sa është kaq mirë shumë. Prap duhet. Po, Se? herën e fundit nuk kam vetë më s'ka bofsha. Qysh herën e fundit? Para kësaj këngë më s'ka bofsha, kam vetë, po. Vallahi unë pimajnë manë që këtë duhet e pibën. Po Një fshive këtë. Ha? E fshi se kur me fshi do të më fshi. Pse fshive qatë këngë? Nuk e fshi ka këngë, me që heka këngëtaren që ishte në projekt dhe vazhdoa. E bune vetë. Po. Një ma, do me kalëgju pësa jo? Ma ishë nuk e dhe. Jo, thjesht nuk... Nuk shkoj, a? Nuk shkoj. Ka qenë kërkesë edhe shumë edhe fansave. E tha që e fundit hajtë po lojmë që pas ke bu vetëm. A mon manë sa duhet e ki bo dhe tash? Jo. A të kujtohen disa me emna? Normalisht që më kujtohen. Hade. Ky i fundit me... Duheti që une që du mas shumë të që këmë bo, është me Memli Krasniqin. Me Memli Krasniqin, konga parë kur ke bo. Hala është konga për mu që ka peshën më të madhe, ma shumë se gjitha kongë tjera. Po veç spoti atë pëlqen, spoti së të pëlqen. Drejtën kam zonë. Tash, kur të këshiri tash, pak është më ndryshe. Shka të bën nervoz në atë spot? Pa si ki pas atë Pesha jame në është ta, që më konë shumë i hollë. Shumë i do. Duke, po. A në dhe kuj nga kontri, tonë venjeve nga do këtë, masane nga do këtë vetja që ku imi kontri si lugata, shumë të hollë. Po kur krason edhe me trit të tjerë, mas neshe që jo së është bashkështuve, që sunë po pajtohesh. Po do këtë vetja, sigurisht ma vonë mas 10-15 vjetë, do këtë vetja ndryshe dhe... Sa dhe që për shamu mëne do këna ashtu se ketën në kur se kësha heko se në esenë, sepse është historie jami, është zhvillim jami. Po dhe s'ki shka, shqyqysh që si ka kërkush do s'ke që kuj këmë bo një ri. Se më bo me më po vetë jam këtë diktat, për mdo këtë si ka kërkush. Edhe do kongë që i këmë bo në kërë më bo një ri, shqyqysh si ka kërkush. Se ndalë kur. E kalzomi tituj se i gjoj diko. Jes, se egzistojnë. Memli, tjetër? Poloska, Leonora, më të ka bofë. Leonora Poloska, tjetër? është La Vida Loca më zga bofësha, ha? Po. është me FK-in? FK, Dafina. Po. Dafina si parashëtis, të konë veç? Po mirë, përzojmë. Tani është... Një mam një blesës... Që zhvillas për di, me Morena në ki. Me Morena Tarakin po. Po. Me Shkurte Gashin po. Po. Me Fatliume Popovcin po. Po. Me Albulenën Sebone, heke, ha? Po. Ka dhe tjera, ka që shumë. Ka kongë që nuk kanë klipe, për shumë, në kam një kongë me Etno Angel. Me Etno Angel? Po, bileta ka me. S'ka klip. Kam kongë që me Labinot Tahirin, s'ka klip. Me Labinot Tahirin ki bu kongë? Edhe Getinion. Ajo kongë është, po është pa klip. Getina, Getinion? Sa të është një vetë si Getinion. Që se pas në ditë. Live muzikut. Getinion e? Po dhe me Etno Angel të Getina, pëse si pas në ditë, zarë që nuk ka spot. Po, ki punu, pasport. Po sa është i bon kongë të i bon me miliona, di shka i lidhë, si... Cilat janë kriteret për me bo duet me ty? Kriteret, në varet prej momentit, Valon? Në varet qysh farë projekti është? Qysh njës, burë, qysh njës krejt një duet, sonë se di. Na shojmë një duet që del dikush, po nuk e di qysh njës që duet. Na ishëm për shamu backstage me ty, aty edhe qështu shumicën e kohë në për koncerte, në për naja, në për... Katë janë njës mua beti kështu? Atë bojmë, dishka... E kom një sant mirë, ose i shkon, ose që se farë, adin kjo është qështë i momenti, bashkëpunimet. Okej, po dali mirë të kjo konga për cilën kom tjerë. Po. Qysh u bo dueti me Lumen? Mu për mdo këtë që gjithmonë i zgjedh ti, gjithmonë do konktore të bukra, të reja, të mija, cilat mujnë me dhezove? Ideja u kone e Argjirit, në fakt. Argjiregja është punon me mu, kompani Mishmash. Edhe ideja u kone tina mu nga pëlqyvi, nuk më një fatë Lumen edhe ma heret shumë. Po ajo nuk u konë që u konë shumë prezent në media.
Po ideja ku na argjit edhe më ka pëlqyer si vokali i saj është tepër interesant, ngjyrën shumë të mirë. Mas ndaj mendova edhe ma gjanë dhe normalisht diskutim me Argjirin edhe morëm kompani sikur artist. A ki tash që shpejt s'ko nga? Mirë, po mërej. Apo të pëlqen bashkëpunimi, a kime pas bashkëpunime Po, tjera? pa tjetër. Është një këngë që veç shkon të urrit shumë. Më thonë është një këngë që nuk është këngë e 2 muajve, është këngë e viteve. Më thonë thjesht me vite ke shkon të urrit në aspektin si këngë. Cile për i këngëve, për shembull, për dueteve po folim, të ka dhezë mas shumë të që halon ngohet? Me Memlin, ka dhezë mas shumë të. Mas shumë të, ja? Po. O ke lidhë për Memlin? Jo, a di pse? Se ajo këngë nguhet në shumë vene tjera të botës. Më thonë thjesht unë jam këngë pa dionishëm, pa dishëm se kum ditë, po ka dhezë në shumë vene tjera të botës. Vene tjera të botës ka dhezë fotografia, me sa di? Jo, këtheu ti. Këtheu ti, a? Po. Di që fotografia u konë gjithë kanë për të shi, për shemë u konë super hit. Po mas këtheu ti, në konë edhe këngë tjera, po foli përveç Turqisë, ka vezë në vene tjera si në Gjermani shumë, po foli, jo ku ka dhe shqiptar, po folin, se ato drejtat e autorit që ne i kemi në Suedi që me instrumune, kur të vjen lista, për shembull vjen njëherë çdo 6 muaj, edhe e ki playlistin ku të ka shu kënga edhe me radio dhe me minutazh. Paguan ato? Po, sigurisht që po. Edhe kur kum po në shtetet, shumë shtete, është thjesht fakt. Edhe A kanë ardhur ato para që i kanë shunu për shteta? Jo, ato normalisht në Suedi vinë, sepse atje unë të Johan Berholm World Studios e kom, jemi regjistrum, edhe vinë faktet ku lëshuet që është tekse, kështu që interesant. Do të ndërpresim pak për me shku me një pikë të humorit, e di që këtu ko pas kohë vinë aktorë dhe humorista, disa i kemi edhe për gjeneratës vjetër, disa i kemi edhe për gjeneratës. Se eftojmë Gjuvitin. Ua, mi bro, Valer, a i virë qyshe? Hade Gjuvit. Ua, bojleri. Kuj Valer? A i virë qyshe? Nuk o bojleri, po blero. Blero, se këtë fjallë dalash për thu. Por i dhe bojlera më bujtë ftoftë këj. Oda be Valon, po të kalëzoj drejt, bolë gjali mirë më ka pas do kur pat nisë për këtu, apë di. Apo që tash ishë po pëlqen, s'po do këtë burë i mirë, po. Pse? Po Valon, e pa ta këshyra sporti muzikor, apë di që e ka një atë me Krasniqin. Edhe Valon, që shukot gjyrahi të lezu gazete shpia, ish kër ka thirë Bedmi këtë telefon. Allo, ta quta bojler ta se ka ardhë femna diski ta po këcen ta me do gjem. Valon që shukot bojler me gjyrt kaltëra, di kështu, u këthy me njerë të kuqe, i vdoj uje. Edhe Valon ka shku diski. Si ka shku diski ta, Bedmi ta, ku a be ajo? Bedmi viqa ka pa me gisha që. Unë isha që si me metë Kosovo, Valoj, do me bëjë qikën. Kur t'ju ka frugat. O, baby, kthehu ti, mos më lem vetëmi. E, thash burat e sotit. Tare basarena, dita që ish pas mortuhe. E, thash që zotit gjalli ka dalë cela vetë, u vush vetë. Po, shfar t'jo, Valon, ish pas 3 aty në qybet, me një telefon bëjke kështu. La vida loka. Thash shumëre se poftofësh, da jena, klona si bosa. Thash, po ti mu konë bos nuk ishë shtrinë qybet, po ishë shtrinë të pi. Tara Valon mas do ditve, kur për shomer të shpjeheme. Ta Gjuvit ta kumni që e ki ta një kalit mirë. Thash, po vëllë e kam. Ta po ma jep për një sport muzikor. Thash, po mre mere. Thash, po veç e kam një kusht. Thash, dush me pas lejen e shoferit për migrakerit. Migrakalit. Ta keti kina hish mëstarit, thash, shyre, unë i kam kalin e shpejt. Tu rëbëjmë funksion është, të dhejt, të trijat i kamet kuqe. Tash, ti dush, hish mos tani ta keti kina. Bere be, sa problem. E ka marrë kalin, kur për shoh Valon, ja thani qikës migra. Aja qika sot që mujke greke dizginat. O, thash, në qoja dizginat se pja blokon motorin. E ka në qoja qika ka dale, hecke ka dale. Kur për shoh bojleri ma qanera kishit e reka, te që tu luj, i gjujke dësyreta. Tash, Valoj këthize madhe në Kosovë. Kejz. Po dhe qasi? Tash ka dalë gjalli me bledh hekra, pëti, si falë lastika. Tash shri vllav jem, gomusha po thëmë, tash dil departamentin e hekrave, se Valoj ka dalë lonat nuk ka sen Valoj. Edhe që, sot ka dalë arena, që sot bo milioneru, bo këngtari miru, bo... A përshen njeri që shka mërë... Ta ka po herën, po? Po përshen njeri që shma ka po herën. Po mdo këta je ka rënë që tash.
Valla po, Valer. Tash është tash. Edhe qysha po thëm. Mos pari, jam tu rejt me gojën teme, s'ta ku marrë gojën bërç me rejt me gojë tani. Nuk ka nevoj ma babaja qështu. Edhe kur tu rejt? Këtë kongë të tuja janë si të vujt dhe qysh. A ki përdor jetën tone për me rrit numrin e fansave? Nuk është... Nuk di që më rrit fansat, se kuptojnë atë aspekt, po... Për shembull, problemet tuja jetësore që i ki, vujtjet e tuja, njetë që i ki, çka do që të ndodh, mi qitë që ato edhe ka aspekti artistik edhe me përdor që ato që... Nuk është shkojnë logjikshme, mos të shkojnë ashtu për shembull. Se për ndryshe... Ja, s'të morra vesh, qysh? Mos të shkojnë vetvetja, shpirti yt, vujtjet tua, gëzimet tua. Nuk është shkojnë logjikshme, mos të shkojnë në mënyrë që një artist nuk ka që do të përdor fiks jetën e vet. Mi shkruaj një tekst sakt, një x ngjarje, por ose një vujtje, por parafërsisht po. Sigurisht që sepse fillimisht për jetës temune inspirona, e ndjej edhe vuj ose po, a kesh përdor që ato, po mendoj? A dhe me thonë ajtë se qështu po? Për derisa jetë kantautore tek shtrues në këtë rast edhe këngëtar, do me thonë s'ka qysh më kesh përdor e vënë. Do me thonë është e palogjikshme. Ndrysh është me këngëtar... Këtë kongë të ki diqysh të vujt për dashni. Ama... Dhe shumica. Këtë janë si të vujt për dashni. A i kënën edhe me tërkurtishi të vujt, pa i kënën pak më ndryshe. Se mentori i keqë edhe më po, edhe më konë të vujt, do këtë që ka i kënën për e nej dashni, gjalita që zveta nej sa. Se mi dhënohet, kom qef me ngus mentorin, për s'kam qa me bo. Ti, ja dedikon për shamull këto kongë të vujtjes, dashni që ki pas për të uten, ose... Në moment që i knaj në studio, çka do që kum shkru në vetë, nëse kum shkru, edhe çka do që një konë në bashkëpunim me të shkrus, pa diskutim që e interpretojnë në atë formën qysh do të më interpretu kanga, se do të marë shpirt kanga, jo veç me konë si përfaqësues. Shpirti njebë dhe më thonë kur të vunë vetë. Po, qyre, ne jemi edhe ne jemi artistë, dhe sigurisht nëse nuk japëm shpirt, ku është poenta e të qenit artist? Pa ja ki kushtu këtë këto dashnis të ute sa jo? Unë kom pas shumë dashnia në jetë. Në thonë ki mujtë dikuj tjetër. Sigurisht që po. Sa dashnia ki pas? As djetë. Ha? Mëse i fillim. Nuk të veta sa fem në burë, po sa dashnia. Dashni. Ne mendoj që jem të jetu qëtarës. Qëtarës që jetu për jetu dashni. Po, sigurisht që post edhe mosha edhe i kuptoj sanet ndryshe dhe shumë ndryshe. Se pëthu, ma i ri, ma gjami nuk o dashnia, e kujton që është dashnia? Kujton, menaj, po thjesht është e provoje jetës, është shumë normal. Një prallë në 2008 që kemi qenë të parë që kemi pas bëllu për atë dashnin tonë që ki pa vujtë shumë në Suedi, për një suedeze. E vërtet. Po është edhe në emisionet tjera që të 2008, po. 2008 duhet më konë po. 2008. Interesant, po. Ose mos ma heret? Jo, në 2008. S'ka mujtë më konë ma heret. 2008. Bilen në ato emisionet prallës u konë shumë interesant se, si me thonë, që t'javë të kom pas ty, javën tjetër e kom pas Musafir të uten, mas 2 javë e kom pa të dyve dorë për dorë bashkë në Mitrovic. Edhe thatë, po ja kemi nisemi të dashuar dhe në veshës dishka. Ka mundësi? Ato si në konë dashni po thua? E ati momenti, po se po. Ja, kalëzëm drejtën dhe blerë më së më folë si nuk mund është me krasu, s'mund është ti... Mas poj, kalëzëm, pa burë se je një farsh me ki, kalëzëm mas poj se ti zë këtë do femnat forta. Qysh i zë femnat? Se zë? Nuk sti shumë e tonë... Që na shojmë për ditë femnat forta, ta shumë jëmë i vjetër, në s'muj me shku dikuj e mi thonë, po edhe kujmë konë me isku mujtë dikuj mi thonë, pa, sa buka kalojmë bashka qysh. Qysh duhet mi thonë dikuj? Qysh e nëzë burë një femën? Blerë. Tu konë gentleman. Mendoj që... Një fjellë, kjo, tu konë gentleman sa s'morrave. Që zënë unë jam një femën e buka, e kam shë. Se publika ty s'pëgudzej se më s'përna që lënë një... Po problem për shamull, dalon, unë e tjena figura publike, dhe tash s'mon është ti... A, dhe më tonë figura publike të afruar në vetë, a? Jo, për shamull kontakti është pak shumë e letë, ndoshta.
edhe sigurisht aty tani... Shkon pak si shmeke aty. Ja. Apim kanë janë e sama. Që ashtu diçka, po... Ma dhe burë kalzona. Kalzoj se dojnë një me dy qysh. Po s'ki qka veç, do më mendoj që femrat... Kalzoj vëllat gjeneratës jonë, po gati një gjenerat, si mi një gjenerat, po gati si një gjenerat. Se këta të rritë vish, o moj pare, a di veç ashtu përzoj, në kom bëmvecin, në kom ato. Ki edhe femrat Kalzoj që... si gentleman, që Po, shduhe. fix, ki edhe femrat që ngajnë edhe mas atyne, që shumë normal ka në gjithë botin një vështena. Po, du të me konë me një këshillë për meshkujt që në pak më të ri, ose s'kanë shumë eksperiencë, qasja është gjithçka të një femë, në mënë qasja e mirë, qasja njerëzore. Që se bë burë kalzon. Po, në të është... Ha dhe që zënë që unë jam hatë. Po, s'muna, se s'ka mundësi. Po ki qef me t'ullë nga ta qysh. Jo, falemderit mire. Shumë mirë. Po që t'ullë s'pa mund, është? Ja, mirë. është problem, Malon, me thonë se... Problema, nuk është për shemull që të ajo, mas në thu ku me shoshnia dhe shoshnin për ishi, ja. Qysh, më falë? A ki shoqe për shemull? Shoqe, po. Që ato që pëdomin zonë. A, s'po kuptaj tash. Je konë me një femën të najtë, ti femën për gjithë se ki pas. E ki zonë mas nej. Ja e ki pas shoqe në ashta, se bash pa pas edhe shoqe s'ki mujtë më shku mi thonë. Ja, zakonisht nuk ka që i kom shoqë të një bëj femna. Ose i kom bo, se tash jam i fejumë dhe jam i lumë të shumë, ama po fulli për të kalumë. Qysh pëthu i ki femna mas t'i bë shoqa? Kjo Je ka ma përzin që tash. Kjo është ma shanse madhe. Mi pas femën mu prish mi bo shoqa? Ja, shoqë. S'kësha thonë, shoqë. Një shkenstar ka thonë së është në regull mu bo. Me dikon që e dasht mu bo mas një shok thët nuk ka në regull. Kush ka thonë, aje ka eksperiencë të vetën. Më thonë, mendoj që se njerët do të mi pas mendimin e vetë dhe përjetimin e vetë, kështu që shkenstar që kanë thonë njerës të këna pak lunë në rëllë të unë. Mirë, po dalim të afrona. Po. A jeni bashkë? Pa tjetër që po. Nuk jeni prisha dishka. I boni Jo, kaj do sa e di, në halo jo. Kaj herë. Qka ke që jo? A më ka shkru. A, ka shkru ajo. Ka kaj herë ka 1 mujt, 2 mujt, nuk lejmërojnë një tjetrit në Instagram, nuk qitë një foto bashkë. A i boni veç për me marë lajka mas të me shkru për tale, ta qysh? Ja, absolutisht jo. Valon, me kanë lidhje në distancë është bëjegi e vështirë. Sigurisht që ka një herë ka keq kuptime, por respekti që më për afronë edhe dashuria. Qka ka mungi një lidhje në distancë me një lidhje të përdiqme kështu? Ka mungu për shembull, sepse distanca e bën shumë vështirë gjithë shkafin. Ty janë njës prej asaj një spjegimi diçka, çka do. Hu besimi, ja? Nuk ka veç të besimi, po... A si pyetje ku je tash? Që si farë ka problemet përdiqme, mërzia për shembull, ose shumë kanë këtë moment bashkë këto, adin kjo këtë... Ku je që tash jo më shpi, ku je që tash jo më shok, jo s'pët besoj, jo të shoma ka mirë njo. Si e që ka thonë ku je, jo më vorrim. Thuj hoqës t'i kënon 2 qati her tani. Ja, nëse s'pët besoj. Ja, s'ka si sa. Nuk shkon logjikshme. E mujtë? Qa ki mëre? Jo, me nëjë spes djekë, sa shaki? Valaman, qitë zoti fare, qitë. Ku ki shalen? Ha? Ku ki shalen? Lemër, qitë zoti fare, se ta shpi që ka dollë vera, Valaman, na kanë bo një sitin me bicikleta. Na e kanë pru dhe bicikleta, por na e kanë pru bicikletat pa shale, o Valaman. U shaka me hekë, zoti qitë fare. A s'po mu me shko me vozita? Ha? Apo vynë ka herë më ullë? Po du të më smugi shkore pa ullë, Valaman. Për më ullë, jam mora dorën 2 ditë e pata zërë herë në fillim. Po jam mora dorën, fillim po shka ish kesh me bumeron në gropë, Valaman. Le gropa, ja hangër dresh që duhet shpenda metit. Gje kam romë një shakt që ka që, ha? Valaman,
Zjarë fiksa të dosh marrë me mëzerë për i stumshit. Ka thonë mushët, a kam jo rritë rogat. 20.000 euro më nga bo rogët së nga vynë gjo. Më fali, por zote gjo për dorën Blero so kurita. Blero që shi? A je mirë? Shajki punë? A vlodhe? Ko ke lodhë pak. A po ulesh, banja i kruk? Ka dhe njësita me kuaj? Mire. Ti në policisë e mëritën me konë. Ka sakrifis për kitë popull, a peshe vala mal? A peshe shka në të hekë, vesh me konë kryjt e tyrës. A vlodhe ti? Vesh, të ju boj dert në tenel se që shkoni, pak si zërë. Shtu, me shrafe kam po. Me shrafe kam po shtë vala mal. Lekta së është më rëndësi. Blero që shje? Mirë. Shaj ki punë? A je mirë? Mirë. Shka, tora ambasadorin deri, a ki di? Shika ti në ambasadorin deri, duar të rkiti shumë modë. Po, shëstasu, e kam po, urime, i shola, është me jetë gotë, i shola rritet sa ma shumë. Vala mal edhe gjalli vetë po hecë fërt. Ha? Po, ka e herë. Në Hollywood, gjalli valionit, a ki di? Po? Artist, aktor! Po shëshqit sokë si te piti. Po besoj. Ha, të thef qafën kushët të të rejtë. Gjalli këtina, a unë shështu? Ha? Aktor, shumë e ma, do të rkiti për gjalli valionit. A po bindën i shtashti? A po bindën se pit keshi deli miri? Qëre, që ku e keni rastin? Këta dy e keni rastin ma të mirë në mon. Shkova vala malë se marrova, më fali por zote se jam të tyrë për shena 5 dakika, më fali por zote. Se tash përkudzoj me hypë mo. Jam të hecë pak. Shumë fanike. I kena aktor të mirë. Blero, du me ta bu një intervist kështu të vetë për Afrona në lanë gjystë. Po. Stash përthojnë Afrona, edhe e konka që ka bu et në engjit me Genta Ismailin, po Afrona për thonë shekit, tanë kur ki një herë në parë, kur kanë thonë po Afrona, ki kësy fil, ki thonë shka Afrona, ku që përmendin? Ja. Ka një mirë, shumë është. Afrona Alargona. Quhet intervista. Aha, okej. Do me thonë, kime u përgjegjë vesh me njonën për këtënve dy fjalëve. Afrona Largona. Shkon vizit të dashura, do me thonë përgjegjën e s'ki ma tepër, veç Afrona Largona. Shkon vizit të dashura pa paralajmërim Zvicër, se tha vetë në distancë kështu edhe. Nuk i kalzën heq kur gjo. Si të zbëjt në aeroport aty të Zyrihit, e shetë që të bagazhi, është të pëjtë edhe ajo. Të pëjtë bagazhin e vetë. Ka zbëjt për aeroplanit e ti si ki dit që ka uthtu. Afrona. Afro është. Edhe pse... Nuk thasha du të më kona Afrona sështë, po ti për thu Afrona. Jo, e kuptoj. Afrona Largona. Kuptoj. Okej. E takon një dashurit vjetër në rrugë. Ti, Blero, edhe tirë me pi kafe. U taku në rrugë për tirë, thot, hajde ta pim kaj kafes ku kem po ma të ja, anej tek neja. Plaga ime vjetër. Në kafiq, që shini të bo mua bet, qohësh me shku në banjo. Edhe si del pi banjës ku të kthesh, isha ato dyjat tullën e bashkë të bo mua bet. Kush E dyjat? ti nuk e di, qatë shoqën, qatë dashnin e vjetër edhe të dashurën tonë, pa paralajmërim, ti del ishe bashkën të folë kry në kry. E ti nuk e di a njihen ato ajo. A i në gjoftë ma herët. Nuk e di shka në të fola, që shu takuna. Afro është a largosh? Qka i thunë? Qyshja e mirë? Qa bëne? Qyshja e mirë? Së është problem për mua, se është normal për shamu. Se kur s'ki naj diçka të keshe kështu, ata që kanë mizën ma zveshët e largonë, ikin. Pa i thu, shka këtë të fola, shka s'ketë të fola. Jo, ti është nëse veçën kanë shoqe, okej. Okej. Gëgja frajerë, Blero. A i ki për në gjallë? Po. Vjen shpi për i pune. E shetë të dashurën, edhe njonën të përla, njona me bisht fshisës a borrit të ndorë, tjetra me bisht fshisës me rrymë. Nuk e ndodhë kjo. Do me thonë largohesh. Sa ma largë? Largohen. Nuk kim një dasë ku gjo nuk afrohesh? Na, mas. Kjo veç, nuk ndodhë kjo. Po e kur si dijet?
Jo, ti mund është me shti durë të nëzjam për, a përdi njerë të vetin e ditë, ti mund është me shti durë të nëzjam për dashven, po për nonën së në di. Afrohesh a largohesh? I le që ashtu më bo gjak me bishtat fshisës, a? Absolutisht jo, po është pak, si pyetje pak absurde se s'ndodh. Në edukatën që Ka ndodhë më shpesh. Po zojmë që të tizë ndodhë. S'kjellë tu me dashurën kur vetëm për pushime. Është hera parë. E latë hera parë që përshkoni edhe për dëmi befasu, diku ku sukona e kur. Sa po të mbrini në hotel aty, bën telefoni bip bip, i lidhë telefoni sej Wi-Fi-a me hotel. Kërk. Kërko të shqisht 40. Sigurisht e veti ka kjo mundësi kështë interesant. Po e telefonin që aty për shamull era tik tik, afrohesh a largohesh. Afrona. Afrohesh. Gjithë. Gjithë afrohesh. Më rritën sopë, u morët vesh për aty, për pse u lidhe tek u lidhe. Si ti shoni valigjet, kufirat, që që thuni që di turba të ndhom, i hapni edhe ti për më bo ferër merë mas poj kufirin asaj me qela, dim dhe me këmja palu teshat. Vish bën buf njëre komve për kufirit saj. Qysh po mëna se s'po kuptoj? E qelë kufirin edhe buf njëre komve. Ndodh burë, ne unë s'po thëmë që të ndodh për i ma, po jetë u shku me i femën dikuja qelë kufirin, njëre komve, afrohesh a largohesh. Po, s'kam nevoj më largu, se po shoh. Femën burë mjarë dhe akomve, bëllëron. Po s'po kuptojnë e shumë ranë, është e ranë, ama... është e ranë, normal që është e ranë, po... S'pesoj që ndodhë të... Po jo bëna s'pëthojnë, po i majmi tu imaginu që afse të kishë ndodhë, shka? Ishe largu shumë, bile. Ishe largu, po që ashtë të vla kalzoj, ishe largu, s'pësoj që ndodhë. Dilni në plash të rëzit, që aty dhe më thonë para ati hotelit, zane farë Turqia, farë Dubaja, diku. Edhe tamon, hina e mu la, e këthën t'i kryt, genta i smali që aty afrë jo shtu rëzit, vish t'a kalzën kremin për mi ly shpinën, dhe t'a bën me gisht t'a dhe lyja. A afrohesh, largohesh. Largona se respektoj femën tem. Po vë që dhe... Nuk thash me bërë e sanon, veç me ly është nërë me ly diku kur është vetë, me ly shpinën. Po, për... Unë se besoj kur që ti, veç pse do femnën tonë e le genta i smali jo, për gjithë mi e dilli. kam qështi respekti. Qka nësa e shku e kështë lyni, dikon tjetër. Qka e shbu? Jo, nuk besoj që ndodhë, se të një vjen pyti respekti, edhe nuk na dina ku e kena kufinin. Ku gjobër s'ka të keshe me ly dikon se e djek dilli. Okej, po nuk... A ki qef mu djek genta i smalja? Ajo është problemi saj. Ani që ka likurën e budë, zëtë. Po, a? Në ish me burë. Ja, nuk ndodhe. Nuk ndodhë. Largohesh. E le që ashtu genta. Që të rrivit. Genta pëndin. Sukses e Mësmojme që të lynë në herë. Shkoni me flajt që është natje, e ka përceva ata me flajt, që është natje, i qelë syt, ta ka marrë telefonin, tu ta kontroluash. Ka ndodh? Afrohesh, largohesh. Që ty kum najtës... Ka ndodh? Ka ndodh, a? Po, ka ndodh. A ka pas pasfordina? Po sigurisht që po, pëse jo. Edhe qka ka krisë mas asaj? Kur gjo, veç i ka interesu, do sehme. Po, dhe që ka gjithë? Kur gjo? Ja, ka zë Ka pasha drejta. me gjithë. Nuk ka pasha me gjithë. Pse i fshina? Ja? A ki boa si hajden folder? Mi fshi. Ja, se ka matë problemë në. Nërë, se ka kalzën drejten. Mija edhe i pytja. Je unë të shkon me ble buk ajo, i thu hajtë shko ble buk. Vanuhët 2 sahat. Ti unë të ja vanuhët 2 sahat të shku me ble buk aty në marketin nga. Ku të kthejet ka ble këpuca. Unë e kom problem kur jem unë se më bona shumë nërëvat. Është ma mirë më këthia e heqë. Kur je unë ta? Au. A ha buk e pa shtet? Po, Kush ta lyn? vetë. Vetë, a? Gentes jo e buken pi lyna? Po normal. Hani, okej. Atëherë vazhdojmë me një pikë tjetër të humorit, e ftojmë sigurimin tonë Gullën.
Mirë mbrëma të Rëllavic, a jeni mirë? O, Adrian Gaxha, ku je? A je mirë? Qish po ka përcen? Besim Dina, ku je? A je mirë? Qish po ka përcen? O dhe unë sini, a jeni mirë? Si po ka përcen të Rëllavic tash normal të nuk e din qka qysh tek, amo që ke hethme po të pëlqen të Rëllavic. Fal, lërësh fal, më stanin. Kjo ishe mirë të Rëllavic për masazh të rupit me bo, për gjithë qka bëdin me ndërish të rupin, se jom bo sigurim personali i një femrës be, që shë pat be emrin be të Rëllavic. Këto femrat që të regojnë bare coleta për ato me fluk të barë dhe qënë. Bjendina. Afronës po të Rëllavic. Jem bo sigurim personali asoj. Prej frik para një 2, 3, 4, 5, 6 vjeta, që prej si u martu me një djall, e të Rëllavic, ajo para me në të Rëllavic emrin Afrona, u martu me djallin, a më të nejtë larga. Normal, u dosh me alon emrin Largona, të Rëllavic, shumë për më pëlqen që kjesme. Ato jëm bo sigurim personali asoj të Rëllavic, pe siguroj pe gjithë qkafit. Më ka thonë me siguru prej synit keq, pej mësyshit, prej popës, a pëdi popa të Rëllavic? A për një? Popën po, gja. A? Po. Kume për një të Rëllavic, unë e qesojëm të e lype dhe së më pëgjoj, ti po, kushë? Balkon atje, aj popa që delë për Jo, mëre të Rëllavic, popa teste. Po kjo nuk ka mëre fmi me siguru për asoj, oj të Rëllavic. Që e modë është më të bëna e gore. Popa e kish emrin, racim bje emrin të Rëllavic, speshlek e në 2 kom qaj, amo pese e ko marrë unë në sigurim personal, nuk për shfaqet kërkon qaj, paparazzi. Paparazzi ishë pëmdoj zdi i kajt ishtë të Rëllavic. E tani që është gjithë qka të ndrysh me aty, ka përshkon aje pishkaj për mas, a në për vëzicër, a në për gjëmrëni, a në për vëzicër apet tani të Rëllavic, a në për gjëmrëni apet tani në gjëmrëni, ka mës, veç për mas nuk peshlojnë 2 kom, a më të Rëllavic, ajo më ka mësuzaja për porën e për mas, të hecë kështë të Rëllavic. Oke, no, që a ketë, një dhe të hecë që ashtu, jëmë habit që të një televizor, sa të janë vëzicër në gjëmrëni, televizora ka qësh edhe rrugve. Jëmë habit e këshirë një film të Rëllavic, kërë e këmë këti kërit kënej, veç kërë e këmë po bëtë që ka shtë të Rëllavic. Ty bistik forë, thashë shka o po të Rëllavic, kërë të këta kërit e për e pjetë, shkëndi e mungjaj. Ta shëru jaj të Rëllavic, kërë për këshuja 5 zi, vesh një kokje kësha kap. Klap këtë kukin tjetër, që klap të në tonë të Rëllavic. Edhe, ta shafëron të Rëllavic, e thët në shtinë, tha shumë hube këtë në gjëmrëni i veni madhe sene, edhe prej aty tani shkum vëzicër edhe për spjegoj për shkak që ajo Afrona në vëzicër, burri vetë këtu në Kosovë, Blerim Muharremi, a e njëvë në Blerim Muharremi, sone deri sa më ka të regu se kom njëpë të Rëllavic. Të Rëllavic se ditë e din që thonë që largësia e shtën dashurin. Sepse në fizik, në geografi, në kimi, na e kena mësu që nëse 2 persona njoni është largë një, a me vesh pak të api dhe ujtë të Rëllavic. Më ka tërë tytë. Ka e përda. Aj, qëllë me qëto dyja? Jo, që vesh një se një pja qëllë i blerës. Ja, mira. A, bëllë ka pijaj, unë e ti. Adrian Gaxha e më, jo blera. Rova. Të Rëllavic, se ku ka shtu të spjegu për fizike, për këto se nëjse tash njëri sa rënën edhe mësën, tash biologjia e njeriut e jep që na gjithë mund do të me qenë një hap natën e mirë të Rëllavic. Kalof që mirë. Natën e mirë e zotëri. Kalof që mirë, mirë pasri. Natën e mirë. Atëherë mirë shkojmë me blokun e parë të marketingut, kthehemi pas pak me mysafirin tonë Blerën dhe plot surpriza të tjera. Marketing.
Faleminderit Bitonia, faleminderit Burim, atë pëlqej konga? Muzikë qytetare, po kjo konga është e vjetë edhe shumë interesant që kanë bërë përpara artizana. Diçka është artizane? Jo. Ai që bën punë dore diçka që. Artizane e lumes në fabrikë të pijave, të qylymave ka punu dhe i kanë bërë kongë që asaj. Sa mirë, shumë kreativa. Ose asaj për shembull që ka shit Kamela që thojnë e ka Çurrelja. Që ku inspirohen shqiptarët? Që është interesant për shembull kur të bojnë kongë që dedikohen për një femën. Është femra të e kënu, për shembull kur të kënon një kongë vjetrës, nëse mund që ke pak më pengon, se më duket pak. Atë shkon dyqysh kur ti femra mi kënu një femnës. Femna mi kënu një femnës, jo. Ka shka më të penguse, tash. Ama edhe pse janë kongë vjetra, okej, ama në aspektin neve gjyshave tonë që ka pengu kur mashli ka kënu mashlit, dylberave kështu. E ti të muhabet. Tjetë njësoj, pse tjetë e muhabet, pse këta kanë musteqe, ata jo. Nuk ka... Jo, ka kongë dhe meshku që kënojnë, më do këtë tema është diçka për në ngjarje të mashkullave, se di, po më do këtë pak e çuditshme kjo, po prap, se di. Kënë ki dol muzikë ti? Jam rrit me sigurisht për Michael Jackson është. Nuk e ndroj me asë të tjerë, ka shumë që i du. Ama MJ është... Kërë dek Michael Jackson, unë jëmë konë në Turqinë, Stamol jëmë konë. Kërë këmë lezu lajmin, jëmë shelën sop të hotelit 2 satë këmë kajtë. Unë e di momentin, kërë këmë një dhone, konë... Na shka jemi rrit me kongë të ti, e kemë përjetu... Shumë ranë. Se për para si ndru kongëtartë, mas çdo hiti del edhe idoli tjetër. Na kur ke majt një idol e ke majt la. 25 shorën do këtë është. Nuk më kujtohet tash data, po kum qëllu në Turqi edhe mu ka pa dhim fort. Është më të dhimë, se një legjendë siguraj i ka jep shumë muzikës, i ka jep pop muzikës. Nuk na kanë thirrë në Vorrem, as na kanë thirrë për të 40 atas. Se dija sa i ka ra kush në fytyra motrat e veta në kusha. Na ashta se di, veç për në ka jep shumë povoli. Që është këndek me sy qelë për Madonën, malli për ta se kish pas pa ma ti. Tipi të shkëtu sanë, se di. Kum lexu, po lexoj, ju s'po lexoni për blera. Po thua? Po për një vonë. I vajmë të atlesis? Edhe ato du shumë. Edhe ato adon, edhe në fillim ki kënu muzikën, kërë ki nisë të imitu i vajmë të atlesis. Po, o do një fare miksi, së di as vetë qyshve. Ama edhe ato du shumë. A i bën pjesë një ndër këngëtar që ka jep shumë për muzikën. Tash mos ishtë të ja bot tërt. Po në mosha, edhe problemet, atentatet në mbi ta, është problem. S'pe mu i ke mu me kënu. Vete pash me i gjem, tu kënu e pa që s'pe mu në të boni, s'ka gjopi meja. Fatkeqësisht. Ka pshe? Po kalon shumë vepra. Po, është i pa vdekshëm edhe është një zot që nuk mund të kërkush më me bo. Problem. Bleo, ti e ki një stil këtë veçanë, qëfar stili ki? Nuk e ki asë si kërkush, me thonë që kjo stili reperave, që kjo stili popullorëve, që kjo stili talavagjive, stili Bleos o stili Bleos. Qëka kënon ti? Edhe me emision ku kesh më bo një gazetar, tha, e ki stilin e veçanë shumë. Unë probleme me ta spjegu qysh valën se me që veti boj kongët, qka të një mrena e shkruj. O stili ju ti dhe me thonë që nuk e imiton kërkom? Zdi, unë kam shumë inspirime prej shumë këngëtarëve. Po në fund ditës, unë është pa më me gjesht me thonë për nësi qajsë është. Në ashtë të ngjyra vokalit është e veçanë. Tash me vite ti e ki ndru pak stilin. Po, sigurisht po. Me vite e ki ndru stilin edhe të këndimit, me vite e ki ndru stilin edhe të veshjes, edhe të lukut, të femnave, shumë se në e ki ndru. Qka nuk kishe me ndru si Blero në herë? Dje në fund. Po desh me dalë të femnat, ja. Po, tash kisha ndru... Më falë, po ta di, po i përtale, po ta di, stojnë veç me femnat, i stojnë me mashit, nuk ta di. Se di, asë në vëlla. Asë në di. Qa nuk kisha ndru të one? Qa nuk kisha ndru? Thu që ta, mërë me di që bashkohet toka me qilë. Ska të bëj veç muzik, po edhe në veshjen... Qa unë e kam një dhamë, thamë që ta kur se ndroj. Me di që shka bëhet. Ekipin se kisha ndru, ekipin që e du, Barcelonën. Kur se kisha ndru? Dalim edhe të Barcelona, që e së ndronë.
Ki me met gjatë në përqek finale. Bilet kishëm rri në përgjys finale. Ti me konje? Ha? Me kon? Është pytje... Se di pse mund është mi Po bërë Madridin ja? pytje. Në Madridin ja? Vish me Real Madridin edhe me Ronaldon, ma të mirë në botë. Si mas teje? Jo si mas meje, po edhe si para meje. Më rote me lirisht. Ha? Më rote me Jo zë. folim kur dush. Më dhimë seriozisht janë ekip shumë i fort Barcelona. Më pëlqen që është luajnë tiki-taka, taka, shakan. Ma që në malli na kujna kune për tem liga. Ka ndryshu loja Barçës pak në varë për treneri. Ka ndryshu pak loja Barçës në varë për Po, treneri. nuk është mo tiki-taka, ta shim rrit mos lojtem ligave së në bojnë. Jënë ekip i fort, seriozisht. Edhe Messi thojnë që është jashtë toksor, po besoj unë që është jashtë toksor. Si më koni tokës kish bo në i futbol pak më ndryshëm. Une po e di. Pse do në Barcelonën që ka shumë? Jam i lidh me Barçën prej kohës të Haxhit. Haxhi, Bullgaris, Romario. George Haxhi, po. Po, në atë kohë. Edhe kështu, unë kam met, thjesht, sikur ti pse do në Realin, a kupton, është. Jo, unë veç që të 3-4 vjetë e fundë në këtë duha Realin, po. Si ka dollë Ronaldo... Ti ku i lidh me Ronaldo, një me Realin. Ja, sigurisht, jam i lidh Me shku Ronaldo në ekip tjetër? Po, se besoj që shkon. Jo, po nëse shkon, shambu. Po, se besoj që shkon. Po, jo, dhe shkon që shkon. Këtë pytje mund është ma bukur ta qelë ti në emision edhe më bën ti pytje në vërgjitja. I vetmi lojtar që menojene nëse folim mes Ronaldo, nuk besoj Messi që shkon dikun tjetër. Përveç një ekip që ka përqef në Argentinë, kur të plaket. Vonë është tash, po. Vonë është tash se i ka bo 30 sa vjetë, Messi Jo, 30 vjetë i ka Messi. ekipet tjera. 30 vjetë i ka. Po, përshje që... A ju t'ju plak. Po, Ati i kanë shkuj motorët. jo, që tash sa e kanë bo reglazhen. Se Po, ngrejke pak me jonë, që tash e kanë shtin në desp. Si vjetë. Nge pa, Po më doket. Që po thëmë kështu, në emisioni ku shkon? edhe shto... Ku shkon emisioni? Të pramten. Shkon para finales, apo? Po, para finales shkon. Gjëna, gjithaj pare modern, për Realit me nga Badihava një vjetë. Problem, se Liverpool e merë. Dhe kemi me vetë pa kur që heqë. Nuk ka problem. Ma jena kampion, bile. Më rëndësi është me shku në finale. Se gjithmonë për finale duhen 12 Qa i bjen, ta shkon finale dhe? Qka, i dytja? Mirë. Pse e thuni që ta nuk e fiton? Ai që shkon finale a fitus. Dyta fitojnë pret. Jo. Kur i fiton gjysë finale. Vish një ekip o fitus. M'fal. Bëhet kampion. Vish njoni e fiton gjysë finale, shkon në finale. Po që ashtu? Po. E kur shkojnë dytë finale, që ai që fiton finale, na ka më shku në e ka për te finale, sa nuk shkon. Jo, Dytë që aty mesin a pet. Bëhet kampion. Po në finale nuk ka ku shkon mo, kampion. Kampion tipi Nëse në shku dy matë mirë, për dy matë mirë zgjedhet ma i mirë se që tjetëri. Të ty të kalzohen vetën, edhe that's it. Kjo është filozofia, ti din këtë punë. E pse i thojnë pleshti? Mesi ta? Po. Pse nështë që është i vogël, ku me ditë që pej, se di. Po i vogël edhe bubreq, që si thojnë bubreq, po plesht. Nuk e di, vëllaj. E di, ato janë pseudonime tyne që ku me di që shikanë. Thojnë që kur koni vogël na vete ka kalli arganin për to. Thojnë po i plesht ka kalli arganin. Apo, a? Ha? Të dësha. Do më thonë bravo, nuk e ndronë veç Barcelonën. Ja. Nuk e ndroj. E ku në herë mi pa live? Po, shumë. Sa herë? Ja, 2-3 herë po, edhe ne jem ka një herë klasiko, kundër Realit. Bashkë atëherë që patën fitu Reali. Jo, Barça ka fitu. Unë konë kupa e mbretit, më s'ka po shumë. Anë pa fitu Barça 3-2. A i pleshti, ju kalzojnë fund juve. Po, kur e qiti ma icen. Voni e bo bre tifazës. Kush una? A bishef? Jo më unë si më kalzu. Unë si më kalzu, se nuk e bëj atë punë për me shkru gazetat për mu që kjo është me Realin është. Thjeshtë e përjetoj futbolin. Absolutisht jo. Thjeshtë e suportojnë ekipit që e kom pëzamës edhe i respektoj edhe tjerë që kanë tjera ekipet që shumë normale. Unë e kom bluzën, t-shirtin, maicën, original të Ronaldos në shkrune për shqitësit. Shumë mirë, për shqitësit. Unë e kom një ndër, tash e kom dresën e Barcelonës 1922-ës, originale. E vjera? Bag, jo si vjenera, se majtë që shduhet. Ja, njërë sa nëjësa. Është interesant. Cili lojtare ka vesh? A kështu është e publikut? 22-ës. Në vitin 1922. Rëdhimi 22-ës. Po. E gëzofsh. Përndirët.
Vllavi jam Burimi ma ka bëu dhurat. Edhe u konë një shokitina suedez. Sa vllazën jeni? Tre vllaznë jena. Naimi, unë edhe Burimi. Naimi në ngjo, po Burimi s'pi ngjo. Burimi jeton në Suedi. Edhe një suedez, një shokitina e ka jep. Mas shumë lutje që e ka po Burimi, sa e ka majtë, të më thonë. Nuk e di tash ku e ka marrë, veç që shtu u shku. Unë e kam tash, më pronësi dhe zbesoj që japi dikuj. E ka marrë nima ne, ka se zakonisht për Suedis në bishin nima, kur në bishin kotë luftës, ma i ca bluza këse. Me paketa. Në vishin do me tiga, do me telefonat që shimërshin. Do shkojmë një pik tjetër të humorit, është imitatori jonë Dizi, i bon këtë politikant. Eftojmë Dizin. Mirëmbrëma kryeminist, a mujtë? Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirë se erdha. Mirë që u gjej. Sa kështë pas një farë problemi me Isa Mustafën? Po, është e vërtet, valën nuk jom prononcu edhe për këtë qashtje, e kem pas një problem, që njëra që ma kish fashkushtu një dish, kër u konë këtu më frallë me të fani isha, ma që u këthyje, e në gjuna të sheshi. U takum të sheshi, thash, ish mirë që ardhër e vlajem, po qa dish nuk takum fash me vërgjë. Vesh, kur ma bënë, tha, më falë, edhe pse gabimet jo më bo pal, plumi shashtiran, ta na jem fjallë, qërë, ku më gjithë me gurë, ma ke këthymi mjallë, të janë ishi dhe që shi rima tjera, thash të ajgari e të boa, thash e fra, thash që shëllën e po ta këthej. Thash isha im freestyle, tha, jo tha pilojmë këtë punë, i thash që pra që shpilojmë iq. Në qatë moment e valën, vesh kur fiqën zoti Kadri Veselin, i sharë tim ish Kadrija në zetë, që e kish pa prallën e kish pa që ja kish pas bo një disë që ka menu që ja ka bo atina. Vesh kur po vjen, tha, Ramosh Talem, tha, të nëshona në mikrofon, që ja këtë 27, ati fship i repit krejt tala baka. I thash, jo Kadri Lerë, thash, unë kom punë me të, nuk ki punë ti. Thash, largov të shonë e kom punë me ishen, Janisa, thash, o isë, thash, unë e ty kur s'kum kuptu, thash, po ndo këtë jash vetën s'po mund me kuptu, edhe pse që sa vjetë ty të kum dhanë lektyr, e ki pas planin para vetës që ki praktiku mirë. I thash, ti po ndo kështë patetik pak mu, edhe pse që erë unë jëm quti gjithë jërgju, thash, lire shtirën polimat me trus që automat, ka dhe që pja fosun krejtë o alakat. Thash, ty po të me të hatri kur po minim fjallët, po e boj ma mirë që ti që ko ma i kju mat në altë. Edhe këto begi orator, eloquent, është që këra mushi që e ka bo qeverishin trend. Rëzikshi Martina Qërqistovlit, intelektin i thash me andru mentalitetin poplit. Thash kryeministër jam, po që shbana prapë shumë me të bobe, e një doktrinë qeverishe dhe ndhej. Veç kur pikqyri, një lule me i shakshi, ka me ti isha mo nuk e di. Vazhdoj me Milem Zeken. Përshëndetje Milem. Përshëndetje Valën. Përshëndetje për gjithë, përshëndetje edhe për ty Blero. Po du me shpruzë rastin me të përshëndet bashkë publikisht më të s'kum pa gjazë, ku ke trash, ku ke bu mirë, përshëndetje edhe për ty Valën. Zdeshta mi u morë shumë koha, moj e morë dhe në kasë për Blerën se e kam ditë që o musafirësonte dhe e kom një histori që du mi të regu, që e kem pas bashku me të ndoshta kësë është prononcu për publikun edhe me të regu. Blero shkon shumë shpesh në Suedi e dim gjithë, por po ashtu shkoj edhe në Stockholm se kam punë të mia dhe ky punë të veta, edhe në Romet konë me një aeroplan dy të zbashku, edhe i patëm edhe karikat ofër, edhe qa me bo aeroplani të fluturu, na këshim ku me full vakt bol, vadjav gjipon, edhe të full, kur të full me Blero më pini një farire më gojke njërë turshis. Po nuk isha i sigur, ta pet ty në atë, folun e me këto i thash Blero gjagja, mësi ty një njërë turshive, po ma bënë tha ju s'pëdi. Tha shajt leje në shta është të mu do ku me dit, veç të folë me të s'kom dit gjo valën, veç kur të ka shqit të glatur shive për nërmje kombe. Nërmje kombe kish pas shti, veç kur për të e bon rotë dhe të piloti. Kur kam rrit e piloti, ju e këtë një nësë drejqit edhe kapoki, mës të kishe ka dhe apet i shkom ma mirë, e të bolën nga ty, ati njëra turshi aeroplanit të duv me bo ullje emergjente me njerë, a mu të qabat bo drejqit me një tegull sakrim, a bo një ullje emergjente. Një me gjazë me të pytë, apo merë moqa si fucking speca me fucking turshi me vetja ju. Ja, i kom lanë, mati. I kom lanë. Mirë, pas ke bus që e gilon ma mirë se me një ullje emergjente për dit ata s'kanë edhe logari. Cili për politikanëve të pëlqenë mas shumë ti? Nësë më thuj Memli, se vëdi Memli, po. Po, Memli është e vërtet, po për ndryshe... Kadria Isa? Si Mimoza më do këtë shumë nice. Kusari. Ramushi, po. Ramushi? Dhe Kadria. Jënë nice, jënë mirë. A i ki shok krejtë? Në një film... Kadria, bëndin ty s'po të livdën?
Jo, thash tash. Jo, vërvis. Për me laimin. Dhe nuk i vëmen shumë, është ta për me ngu shumë mirë. Normal Blerë ka respektin për unë, ashtu kam edhe respektin për ta. Kam ngu gjithmonë këngët e tij. Jam fan s'po ashtu i flak i tij pse ndoshta nuk jam deklaruar publikisht. Ka këngë tepër të mira, siç është kënga Ktheu ti. Ka edhe shumë këngë tjera, apo që janë me bolla kjo që s'kemi kohë edhe mi përmend gjitha sepse janë shumë ta. Respekt më të madh për një artist lloj tillë. A si sa Mustafën se përmendi? Is, nuk të përmendi? Për me zhalan, ta se që ne ko për veti. Kjo më të më përmend. Është në kom drejtën kjo në i disë nuk e ka morë për i mije që më shumë përmend. Po asë që me bo, unë po ashtu i dëshirej suksesim. Dhe pësë nështë ta kjo nuk është i thonë i lidhës demokratike. Ne prap do tjetë që im do t'jemi në kryes qeverisë. Që me bo, kjo më do të me nga këshqyrë për i shposhtin nga për i shnekti. Prej kryetarëve të komunave kush t'pëlqen? Për momentin? Për momentin. Shpendim do këtë nice. Shpendi. Kryetari i Drenasit atë pëlqen? E Drenasit? Pa. Jo të folë për... Për të gjatin? Për ty jam të folë. Po, për mu e të volë të ditë, ja, nuk e të më gjovë mua. S'ka vajnë është ta ky nuk më ka posë, unë e kumë bo bumbile, ma shumë se do të stratës, kur e kumë si të në dhonjën forca, e bënë fuqin të e konë të e kënu, la vida loka. Mirë, veç me një përshëndetje për ish presidentit tonë, Fatmir Sejdiu, të përshëndesim Blerën edhe muj me shkudi zi. Thëmë drejtën, Blerë duhet përshëndes, të shfryzoj rastin, sepse nuk kam parë motë, kam qenë Shtetet e Bashkuara në cilë dhe ndarguar një kohë shumë më. Duhet përshëndes dhe urimet më të mira për ty. Kalofshi sa më mirë dhe natën mirë. Faleminderit. I fort. I talentum, a? Po. Ka shumicën e karakterëve, i bën shumë mirë dhe shumë interesant i përjeton. Blero, na kem pas me gjëru emisionin dje. Po. E kemi shty për sot. Edhe arsyeja u konë që e ki pas rendin me rujt qiken. Jo, unë e shoh qiken kur du, po kena pas një vizitë në tarën. Edhe s'mu isha mos me bo. Mirë që të reguam mëngjes. Po du me dollë të e që du me thonë kujdesi ndaj fëmis, po du me dollë të mabeti i vajzës. Qysh është më konë një babë që rrit një vajzë, tash për një martese ku i një të ndamë, duesh me pas vetëm, sa është vështirë, vje për një botës tjetër të ti, shkon të i botë tjetër, sa ndikojnë ato kajta? Mu më shpina i spigu. Mendoj që Tara Bajagi është adoptu në këtë formë, sepse shoh prej qasjes Tarës, edhe thjesht qysh emocioneve të saj, edhe përshëndetit të saj, kështu që se ka problem Tara, asune, edhe me kanë një babë i kujdesshëm, lyp kohë, lyp përkushtim. Mendoj që jam të bëni punë të mirë, ma vonë kur të rritet Tara sigurisht tregon edhe vetë, po çto që di mas mirë të po. Përpara vetë që na ka dojta ka është. Ka duket që ka qika. Është një mix interesant. Po është interesant. Është një mix. Kur bosh në nervoz ai thu i që më bën nervoz. Ja ki kput kujtën e stona në sa. Zakonisht kur dojnë me në këtë aspekt jam shumë i kujdesshëm, që mos se sigurisht një fëmijë që ka prindë ndamë është ndoshta pak më i ndihshëm se fëmijët tjerë që kanë prindë në shtëpi për ditë. Mundet më konë ndoshta momentit sepse vetë ja afroni masni me ato përkushtimet që i keni, ja afroni ja zbukuroni janë ndreshni, po mendoj është për diçmëri nuk i çka me. Unë kur ças shumë 8 vjet apo? 8 i kam. Në klasë 2. Klasë 2. Dytë. Shkolla po shkon mirë? Shumë mirë. Është çfarë prirje ka? Çka po shet ajo? Unë po shoh më shumë te Tara shumë shpirt artisti ka, po është mendoj që është po të bëhet një kreatore Bajagi mirë. Kreatore? Po. Më thonë dush me ja blej një maqinë të kepës ja. Po, veç ja këna blej, këtë ato i ka. E donë muzikën shumë, e donë kërcimin, aktrimin, e donë shumë. Sigurisht, për nënës dhe babës, po kështu si shpirë, që api shohë, në për momentin është kreatore, e donë shumë modern, fashion. është për kur zhafit bënë diçka të bukur. është shumë interesant. I pas ka ga babës. Lërë për kur shkafit bënë diçka.
Do të shkojmë me një pikë tjetër të humorit. I kemi Ramën edhe Gjylen, edhe ata janë të dashur, po janë qështu bojnë ka pak kushlluz. Se Rama është gjagovar, Gjyla është dranicajk, pak formule zoshma është. I ftojmë s'kenë. Hec, Amadorin. Nëse më hec ashtu se gjerbek, si katonare, si me kone marëm dhe. Hec si njëri, drejt, hec shiri. Qysh është Roma? O, vala majl! Shimër ka ne ka thirë Mosafir legjende, ku jemë Blero, ku jemë Jani jem, shka jevën, shimë da si me konë gjakovar, gjdo kongë hit, halal zotit avov. Hit me kjerë, a pidi shumë është hit me kjerë? Ja, s'pedi që ta. Zyzi, ti e po katonare të nejtë në Prishtinë mes një në kosh, Gjyllë. Qa bjerëzën? Fole më i legjendës, që legjendën, fole legjendës. O, vala mal, a metën e ke thirë Mosafera, qysh jemi, a jemi, apo lëdhet, se ke bo bre klëp të borda, krejtë si miri e bro, apo do kësh ruje, se pa ta ngu na ime, na i ka pa të nëzën. O, Rom, ku ku shpirti për metën në më shën, pëshurë na krejtë për metën, se mo me po life, dhina fikzime të Rom, krejtë pa shasë zëllë. Ja, e ke nga thru pak Gjyllë, a përshem mamut ferate, a pëdin, që mamut ferate, a pishin. A jemë normal që asme njërën, asme... Po ku shë bre Rom, se mu lokun e borkut ma pëlcite. Qysh mërë ku shë, kënë ndërtimtari për në ndjali, bëj shala, dhe me shalica, 2 zalë, 2 cement. I dole kaj shqiptarve marë, pëpidi. Halas pidi, në? Po bre Rom, ju nuk pedi. Kaj dali herë, merë vesh, muzika, pëdi muzika? Muzika. A pëdi blero, muzika. Rinëra kotër diskotek, a i një mirë, familjen, vet, apo lëpi, apo pse i gjinë jam bëllera, se te na u knashin, beshin krypës. Gjyllë, ka dali herë, mësë më bëj nervoz. Nuk po tham bolero në Zvicër, muzika ty, jo bolero në Zvicër. Po tham këtu në Kosovë, ka shpia. B, L, E, R, O, ka shpia. Po këf kë bolero njëm të shkabin, biljar shkaj kujtë e pëtap të mërdhi, krej, bote. Kukunjona jeme që ma kupi më lakin e barki që po thotë, kukunjona jeme. Qa në tokë se ka zbritje që ashtë përdu me zbritje, a nësë një në koshtë, a ka dalë, apo i vesh pingje, apo i bëj gore. Valloj, veç po kam qëtë pak, mu hajgarit me ty se qysh nuk e një që po të bëj bepi la vida lëkës, e deri që ta është një par konge të fundit e pa diçka mu po, lëti s'va pretke, kërejt kongë për men që ja di blerës, zemrën ja o blerës, po kë talkinin me knu hete bën se le mo kongë, po më së më kalzoti mu. E shone s'pedi, po që s'pedi. Po shë vërtet, jo është vërtet. Shka të bënë kë? Shka të bënë që kë hete bëjnë? Po shakujt e bejes në gomë, shka të bënë që kë hete bëjnë? Po breves, në shpirë të më dhimët. Nalë një kamerat. Sa më nalë herë kamerat, më herë shko bo, më shakip. Se sore del me knua rome të patullat shkym del. E, në shpirë të mdhimet se bollë më nëët e jebë zëre kënën që shtojnë me halala, apet fukare se fukare, Rom. Po, më stani në blerë, se qëre ku e ka morë Gjyla, penin, edhe gjilponat, kësmet rend qka i ki qky, biri, unë e gratis t'i kepi. S'ko lidhje që shijet aty pak peni, s'ko lidhje ma mirë mësë më të po t'shkym, se t'harnu. Do të më t'ashti dikush penin në gjilpona, sheme t'i shi. Më s'pofshone e sheky me shti. Ja, po e me përmenojnë që del këme pantolla shkyn që shto. Rom, zemrën mak. Shumë me së më shërda, po këtë 2000 euro i blenë pantollat e shkyn vetë, po këtë milioner më rosh. Kë është më milioner? Ti po kallëzën mu, po kë vlot vetë vjaner ke pantollat, kur po t'il ke me knu. Se? Po të më dha jo, Rom, sore del, zemrat e femra më vjen, hopi bin qitash. Edhe për kitë punu për kujdes Gjyla, që t'apasaq, migjës tem ja ku morë, edhe ti, e vënën, edhe ti kënën shlira, dim për dredhësh të gnoqër, krejtë edhe musëm del shpirti, hopët bin qitash, pantollat. Oj, me shalic, me sosin faqe pe gjegje, shtoja pa kuj. Oj, Gjyl. A ti shë blerën? Milioner për thëmosh, 3.000 euro vikendin që kyre shetë. Me po mi mjellë 20.000 euro mu i marrë, hish mes me knu, s'ka nevoj ma me dollë me knu. I ka punë të mirë, veç edhe me shti vesh, ashtë të pantollat, dreqi shpirtin ta onë të vrona. Se u me të shatu kajtë për ty. Asë marrë sa i monë, ka që të gjamë shka i monë pantollat si deshën, hajtë mos hide, ti ka minu këtë osajnë. Ka dali herë.
Që ky? Ka pare si zalli. E mërën vesh këtë pjesë. Ani nga ta shti. Ka dale. Ky hiç mes me knu mo në për koncerte. Vish me bo kong, bëjnë për ato, bëjnë për ato, bëjnë për këto, bëjnë për këto. Ky bëjnë pare. A di farë kongësh bëjnë që ky? A di farë kongësh bëjnë? O, blerë, bre, ama bën bre dhe mu një kongë. Krejtun e kam kongën edhe i din. I kam krejt, ti veç adin, veç ti aty me ma bo te adin mu di që i blerë, edhe unë edhe ezi si shkurta, këto krejt hetë bona. A që prit për ta kalze i din. Prit, moj që të bre, moj, se së ne kalze i din me këtë. Qëre, mas pari, veç njët një zo. A di si kur ti në sangisht atë me derë. Qashtë njët një zo. Edhe është një hotel i mirë, adin blerë, edhe një kërë i zi, so dolpi autolarius nuës, adin i vizlum kështu i lam mirë, edhe vesh shihet të taj kërë i zi, vesh një kom, adin, koma jem është, adin, një këpuce mirë e vizlum e pazarit, këse e re e mirë, tani ma bën, i qes 2 komte dhe dalë vetë krejt, adin që për mi koll krejt, edhe kom pën një kapuq blerë, këse adin pensionerave, nuk shina një herë për që ati kapuqi, kështu, vesh, e fuckësën Romën kamera, shanena, të ardhë shkollëve të hotelit, se s'pjur për në i ke lifti më dukër. E këtë shbrita... Ka dole. Tim, as po të shajti karzu njërit. Ja, ka dole, ka dole. A është konga dhe më shashko është konga. Ani dhe ka funë. Ka mesi një herë, qa që është konga dhe më shme, o besëm, deri që të botu uje pilotve, blerë. E tani, në fund kongës krejt, adi bohët mirë, Roma e fuzë gjyllën, adi, o po më duke që pesha, vjen ka dole, o Rom po mirë, koka, di qysh me afshën put, o Rom të farë. Sot ka dole, me sa banë qitë kongë, për tjere. Unë e me dalë në spot të të pusë të ja? Dero, vesh, se që ako lidhja jo jenë sa më falë një shprej dhe seks, po bëm vesh mjë bo het, në për spyta, vesh për het e kom pusë. Ja, ka dalë herë. Me konë faqë, a ne i konë të pusë, në gojë s'ka shansë, e me se bëjnë, në gojë nuk pusë. Po pusëm në një vesh për spot një herë dresh, shikon, të gjithë që shtë jetë të bo, gjithë që shtë, gjere më s'karrë që atë ta holyt. Kësë atë mirëshin. A doket në herë që je plakë për këtë punë? Për muzikë? Po, përgjithsi, për me qenë blera, të shkuj njerëva portalit për shamun? Ka njerë, po, normalisht. Portalit të animojnë në karrierë, se po shihet që po flitet mas shumë të në portalit, bile para 1 vjetë, 2 e konë hit, gjdo sanë blera, a të shkon njerëva? A thunë e herë, sa im konë me eri po, veç tash një plakë për këtë punë? Absolutisht jo, normalisht kër shkruajnë sa në pa lidhje, më shkojnë njerëva, po jo që vjen plak për këtë punë, se në veç nëse muzika më lenë mu, se muzika nuk e la. Pa, mu është mi paramnu vetën si kongë dhimpshme këtë i bënë 60 vjeta? Jo, sigurisht. Sa bëja 72 o ka bënë kësi kongë? Në valet për stilit, se në para 5-6 vjetë kom pas stil pak ma ndryshe, pak ma për 3, tash shkon pak ma për një mosh tjetër, edhe kështu që zhvillohet, edhe stili jam me mosh. 70 vjeqë edhe unë paramnoj halatit të kënu, po s'muj me ta paramnu gellin e këto qyshe. Nëse do në zoti, me konë gjallë, po? Sa, je përgut në sana? Jo, po, edhe qysh nuk i dijet kërë, sepse... Po, nuk i dijet, po s'kem nevoj mi folë, janë sa në cilat i cakton dikush tjetër. Sigurisht. Me Ukin apo bashkëpunon? Punojna, po menoj. Kënë i ki bashkëpuntor që tash? Unë kam shumë. Plot kanë kalu, dhe më thonë, bashkëpunim me ty, po me njerë si kanë bo një grimë emën të kanika, ju ki po herën ti, këngëtar ty? Jo, në shumicën i kam dosta, edhe unë kam qef kur zhvillohen, tash shumica dhe producenta i kanë studit të veta, kur do shkoj himrana, qka du, për shumë, se këpër respekti, nëse ka të gjithat mirë marrë, a kupton? Kështu që në varet prej, po jo që ikë, në zhvillu si kompani, edhe në jem shumë krenar për atë punë. Dhe më thonë, nuk ka që po t'ikin këngëtar, ose po, këtë bonë me marraveshja. Se me nova që si edhe me kitë Uki, në plus a i kjo këngëtarja Uka, i tash me Ukë, sa ka ta do t'i veç? Që se i kina manë me babuken, me bo, ose me nej farfar Uki, duhet, iki, që ka me Ukë, se s'po ta do? Jo, në mendoj që për kundrazi, me Ukin kemi pas projekte shumë të mira. Te për të mira. Po, edhe Ukit i kanë dhez. A ju ki po herën ti këngëtar, va këngëtar ty? Unë mendoj që është e dyanshme. Është e dyanshme. Për shembull te
konga 5, shkurtës i ka dhejës për një herë shumë. Ju konë, është ma shumë edhe fat, po edhe talenti aty, talenti i shkurtës, sigurisht edhe kongën që këmë vone, më konë e rock. Edhe konga mirë, po. Kështë që... A ki bo darsem kër e martu, po? Për këtë dytën a dëmë e bo? Po, kismet. Ka në gjegja dëmë i bo nusës? Jo, afrona ka me shku, mos ka bofshë me dëshoqet veta, me qështu ka me shku në Greqi, për një shema nejta. Po, bachelor. Unë i thash përshkoj në Las Vegas, ta ti zbën më shumë Las Vegas, ta. Ty s'po të rëshona? Ja. A ka nëjë sanë që t'na lëna? Jo, pa hajgare, pak se ja, s'o problem. Ani, ma se s'do me boja ka në gjegj, në ta vojmë ka në gjegjin ty vetë, e kem një grup të vojzave këtu, gjithmonë fund të intervistës që... A po, a? Po. Një grup të vojzave me defa që bojnë kongë të ka në gjegjit, kongë me defa, po është dis. Kështu që ki nëjë sanë mi u këthy, ma sa nëja u këthen. Okej, u kry, s'o problem. Liftojmë defa shumë nga Fejzoj disin për Bleron. Si te urte ja futi
shpresoj që të ka pëlqy? Po, më pëlqy. Është këngë me Defa s'kum një moti. Dhe dis me Defa hera parë, po menaj, kështu direkt, për mu, kështu që interesant ka shumë. Talentu me qikat shumë. Mund është mi u këthy që dënë. A? Mund është mi u këthy që dënë. S'du mi bo emën. Ose që apë sheku lind ideja, mund është, s'pë dëmë me bo emën ti, a këto me s'pë të bo emën ty. Unë mi bo këta emën. Mund është me bo duet me këto. Ka mundësi. Ideja mirë është një këngë me Defa. Tha vetë që shtu lind, mas skenës, para skenës, anaj të kënej. Po. Menon një këngë me Defa. Ti të kajtë këtu me Defa, ti të bo, ha? Me stitar si Gjyla me ta kalëzu spotin, qysh kish me dalë. Okej. Dhe qysh të im shumë... Do ta kem parasysh. Dhe me kuku shabona me def, kes. Del mija ja, një fajtmi. E di që, ti ki ideat e mira. Suedi, Prishtin, Zvicër, ku do me jetu, të ardhen, ku është e? Puni është? Prishtin. Po. Edhe pse ki letrat e Suedis? Po. I një morë vesh ma afronin, ku do një me jetu? Po, Prishtin, sigurisht. A keni do datëm? Martesës? Po. Po. Kur? Se dina shka? E di. Ki harrua? E di, po është heret mi thonë. Jes, është herët kalëzat ti, të unë në emision një, dush me kalëzu qysh. I besim dina që 50 vjetë. Nuk është këtë vit, është vitin tjetër. Vitin tjetër? Po. E dile? Zdi qa i vjen. A keni mu martu dytë për një heri, bashkë? Po, pësa i qishmo. A i keni do me i datë, a di me s'ti dele se i data ndryshe ti ndryshe? Ajo ka vendos datën, mërën. Edhe për ty dhe për veti? Fiks. Sigurt. Njëti ven. Ki më shku mi marrë me kjerë në Zvicër, a vje këtu, a që që keni E di që dashmën dhe më bojna në Shqipëri, në vend bregdetar. Dashmën? Në Shqipëri. Blerë një e gjithmonë për sene ekstravagante, të e një martes të këndshme edhe të qetë. Faleminderit shumë valën. Edhe... U knaqën e emision shumë, këbash kështë shumë relaktus. Batica, se nuk o interesant veç me pas ngritje njëtë, po edhe ato ramet e këtë një mojnë. Sigurisht. Edhe isholla më në fund për ato është burë. Isholla. Nuk o mirë për publikun më ratu blerë, se mas nësi të ratohet këj nuk vunë edhe nuk qetë kongë, po... Bëllë ki bo. Falendoj shumë. Bashko, falenderit. Mishtë të mi. Ishi me Bleron për hatër që ka qitë kongën e re, si gjithmonë hit, plagë vjetër, apo, me Fatlume Popovcin, do të ashojmë tash spotin edhe me njëherë pas spotit do të kthehemi me 2 promovimet të kongëve, Dona Janova me Ram Pam Pam, si dhe Elida Gashi, në fakt Elida Doci Gashi vjen nga Gjermania dhe ajo me promovu një kongë të vetën, shtu që rrini me ne. Kthehemi pas pak. Faleminderit. S'kam guzu me t'pyt ku je është pit. Jam dorëzu si as njerë tjetër. M'fal që thira, m'fal po ti e plaga i me vjetër. A kam vend në zemrën tënde, a kam vend, apo m'ke fshi. A mbaron gjithë s'ka me ndarje, dashuri. Pse po m'fleti, pse po m'vre, pse po m'them aty ku m'rem, se dashnia s'ka dy rrugë.
s'kishani se dashnia m'ka lëndur e urrejtja s'ka shëru. Jemi këty prap me prallë me të pani, falenderoj gojarisht edhe sponsor ton, Lachin Infinite SHPK. Infinite SHPK e bje pijen Lachin, këtu është pija zyrtare e këtij emisioni. Visa.com, i cila bje materialin Barisol Dino Company, me pllaka dhe gjitha elementet për banjot e juaja, Kosova Model, në Lipjan, prodhimi dyrëve dhe dritarëve si dhe kuzhinave, Moller Gipser Estetika Art në Binç të Vitis, Valcen në Klin, fabrika për prodhimin e kubzave që shtrohen për rrugë dhe për oborre dhe për parqe, si dhe ordinanca stomatologjike S Dental në pej me Dr. Valir Haxhocën. Faleminderit sponsorëve. Mishtemi këtu në prallë do t'ju japim mundësi shumë këngëtarëve që të promovohen, që të tregojnë për punët e tyre, se pralla edhe e ka gjithmonë këtë mandat ja kemi javë vetvetes. Një këngëtare e re e cila ka qenë pak më herët si mysafire e mysafirit nënës vet, Averdita Demakun kur kom pas mysafir, Dona Janova. Ka bën një këngë këtë, e ftojmë skenë. Hajde Dona. Mirë mbrëma. Si je? Mirë, faleminderit. Si po kalon? Shumë mirë, shumë mirë. Faleminderit. Mirë kaloni, ki thonë ki pyet pak. Qështu tha babi, ka thonë që i kam ka pyet, unë kom dosh me kallzu shumë sena e se më kalon a gjavalën me kallzu. Qështu për më tira a gjavalën, o? Unë ma shumë e më ki doj, se aqë. Si dushti? Ka që për njërë sonte? Shumë mirë, faleminderit, shumë e kënaqur, shumë krenare, nuk di, mendoj që kjo intervistë do të mbetet si një ndër krenarit e mia më të mëdha, pas shumë vitesh, në qoftë se natyrisht fitoj famë dhe sukses. Patjetër, famë, sa herë që të bëjsh këngëtare na kena me thirr, do na fol bukur rrjedhshëm gjuhën shqipe si në Shqipni, jo si na që folim pa lidhje, folim mirë na po folim na gjuhën e nonës. Ti gjuhën e bang-bangit jeto fol. Nëse e thua ti. Jetën e përditshme je? Në çfarë aspekti? Shkollor, profesional? Po. Tashmë jam në vitin e 2 të studimeve, jam në Universitetin Amerikan, më parë është quajtur AUK, ndërsa tashmë quhet RIT Kosovo, kështu që jam student e vitit të dytë. Çfarë drejtimi? Deri më tani ka qenë drejtimi i përgjithshëm, ndërsa tashmë ka ardhur koha të zgjedh, domethënë drejtimet e mia. Kam zgjedhur politikën publike, menaxhmentin si dhe lidhjen ndërkombëtare. Domethënë do më marr me politika? Si dihet të ardhmës, më pëlqen. Për me deportu në muzikë, me deportu pak me politikë. A beson që kemi ja kalu nënës për ka populariteti? Mamit, tash nëse më pyet për shembull, nëse mendoj raportin për shembull nën edhe bi dhe pastaj edhe raportin ndërmjet dy këngëtarëve, për raportin ndërmjet këngëtarëve do të thoja që sa herë që jemi në përmbrëmje me mamin gjithmonë them me vete, o zot kur do ta arrij të bëhem unë në këtë mënyrë, për shkak të profesionalizmit të madh që ka ajo domethënë në skenë, nuk e di shpesh herë. Jo shpesh herë, po gjithmonë ma hnitem për mënyrën se si ajo paraqitet domethënë në publik, di se çfarë të këndoj, di si të këndoj dhe kur të këndoj. Domethënë çdo mbrëmje, çdo dasëm, çdo koncert është shumë i veçantë vetëm për shkak të saj. Kështu që nuk e di, unë nuk kam synim të bëhem më shumë se ajo, mirë po natyrisht që dua të bëhem e famshme. Në këtë gjë natyrisht të synoj. Mirë, ti bën një këngë. Vetëm tash. Ki bë edhe përpara këngë, apo? A është kjo hera parë që po bën këngë? Kur kam qenë më e vogël, 7 apo 8 vjeçe, kam pasur një këngë timen. Natyrisht domethënë fëmijë, pastaj erdhën duetet me mamin, të një pas njëshme, vit pas viti, ndërsa tashmë vendosa të sjell edhe unë këngën time të parë solo së bashku me videoklip. Kënga quhet? Kënga quhet Ram Pam Pam. Ka bu klikime në internet?
Këto klikimet. Në fakt nuk më pëlqen fare kjo temë. Sa? Unë, si që përmenda edhe më herë, tash Po, jam ti e në bën- studime. Po, veç e bën Jam në kongën. studime. Po, më dëgjoj. Edhe kam qenë shumë e ngarkuar dhe vazhdoj të jem, domethënë me angazhimet nga shkolla. Edhe nuk kam pasur fare ide, domethënë mënyra se si funksionon kjo puna e klikimeve, se si shtohen klikimet, sepse kam kuptuar që ka forma të ndryshme për të shtuar klikime, edhe në qoftë se do legale, në qoftë se do ilegale. Unë sapo më doli kënga e parë, nuk e ke idenë sa kërkesat i kam pasur në për rrjetet sociale që ato dëshiron të shtojmë klikimet. Atë të parashiten njerëz, ta? Po, edhe me të vërtetë më është dukur shumë gjë absurde, sepse një këngë e mirë, suksesi një këngë asnjëherë nuk besoj që mund të përcaktohet me klikime. Unë njoh aq shumë këngëtar këtu në Kosovë dhe në shumë vende tjera që me të vërtetë kanë zot mrekullueshëm, sjellin këngë me mesazhe aq thella, aq shpërthyese, edhe ato nuk kanë shumë klikime. Dhe pse? Vetëm sepse nuk kanë bërë marketing ose nuk i kanë shpërndar, siç e përmenda që ka mënyra të ndryshme. Pa të folni pa. Unë kam Pas me mësuar unë shumë po. Unë kam deri më tani nuk di janë 100 e diçka mijë klikime, mirë po e di se janë të vërteta, për këtë arsye jam shumë krenare. Asë original. Janë origjinale edhe më shumë më vën të lumtur ky fakt që ata janë shqiptar, domethënë janë të vërtetë, ata e kuptojnë se unë çfarë them në këtë tekst, dhe çfarë mesazhe kam përcjellur unë me këngën, se po ashtu edhe me videoklipin, se sa nuk do të ishte as pak interesant, do të ishte as shumë absurde të më ndiqte ose të më dëgjonte një palestinez apo një arab, sepse ai nuk më kupton se çfarë them unë. Po të këndoja në Amerikë është diçka tjetër. Palestinez të ngojnë, femna shenë ma të shkurta, shenë ma të gata tutën me ngu. Qëta dush me ditë, po më ka kalëzu i shok që e kom Palestinë. Jo, se më ka kalëzu. Kështu që nuk e dija u tregova e qartë sa i përket klikimeve, nuk dua të thyej askënd, nuk dua të prek askënd natyrisht, sepse do të thoja kjo sëmundje ose kjo çështje nuk i ka kapluar vetëm këngëtarët tanë ose popullin tonë. Edhe qëse nuk tecë karriera muzikore në televizion ki me dalë se kanë me tirë me jap lajmet. Faleminderit shumë, por unë e di se, faleminderit, unë jam njeri me këmbë në tokë, unë e di që sapo e kam filluar këto rrugtim, do të thoja. Edhe është rrugtimi i zashëm mos më dorëzu. Natyrisht, dhe nuk dua ta quaj karrierë akoma, jam shumë e re, kam shumë punë për të bërë. Kush e ka bërë tekstin? Kështu që faleminderit shumë, më fal që unë e zgjat zakonisht. Për tekstin është për kujdesur Gulo, e falenderoj shumë. Për muzikën dhe për orkestrimin Granit Gashi, do të doja t'i përmendja edhe bashkëpunëtorët e tjerë, Endritin dhe Adonis Krasniqin së bashku me tërë ekipin e tyre për videoklipin, Shima Sahiti për veshjen, edhe pastaj Lidonën, Sarën dhe Nagipin për pamjen. Do të thoja që i falenderoj shumë, falenderoj nga zemra, edhe sidomos prindrit e mi për ndihmën e pakontestueshme që kanë bërë. Siç e thash, unë jam shumë e ngarkuar me shkollën dhe pothuajse me të gjitha gjërat janë marrë prindrit. Shqyr që e ki babën, edhe i fort, pare ka sa dush, ti pagun kompozitor të mirë, ta bën kongën hit, ti edhe kënën mirë. Nuk është çështja e paras, mirë po e mendjes. Babai është çdo gjë për ne, besoj që mami dhe unë me të vërtetë kemi pasur gjithmonë shumë fat. Besni kjo goxha menaxher i mirë, se i di do biznise mirë, i lund do biznise mirë. Nuk di ai është tekstshkrues, është orkestrues, do të thoja kompozitor, është regjisor, është montazher, është çdo gjë. Jam shumë e fat. Shumë e bekuar. Unë nuk të maltretoj ma tepër me pyetje, edhe pse për këti qef me folë ma si, se veç shtif shka me thonë mësimin e fundit që tash, shka kemi mësu në shkollë. Me të lutem më lëtë së qaroj diqka. Unë në jetën e përditshme jam shumë serioze dhe me që gjithmonë më thonë se çfarë ke, çfarë do këndodhë mërti dhe nuk flas pothuajse fare, sidomos as në klasë, nuk jap shumë përgjigje. Mirëpo kur vjen këtu në intervistë mund të tregoj çdo gjë nga vetja në mënyrë që publiku të njeh më mirë. Me shfrytzu kohën. Po ani, fol sa duhet. Faleminderit shumë. Kanë me të njoftë me kohë, pa vezvese, ti veç bën kongë të mira edhe hita, edhe në mujsh me ja kalu qikes Shëhetit, qikes motrave Mustafa, këtë këto kongëtarë që kanë qika tjera ti kaleju prej natë. Jo, unë e ka marrë me shumë dëshirë, me shumë sportivitet këtë punë, nuk dua t'ja kaloj askujt, dua vetëm të kënaqem. Sonte me një për ju, thët njoni me një farë emisioni atje, për të gjithë, është Dona e Nova me kongën Ram Pam Pam. Shumë faleminderit. Ram pam pam, zemra mre me ty kur jam. Ram pam pam,
zemra më re për ty o gjan. Ram pam pam, zemra më re me ty kur jam. Ram pam pam, zemra më re për ty o gjan. Ram pam pam. Falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ishte Dona Janova. E përcjelli me duar trokitja. Faleminderit. Ishte mi edhe një promovim sonte, do ta bëjmë të një këngë. Kënga quhet Kush je ti nga Gjermania. Është këngëtare nga Shqipëria e martuar në Kosovë për një llapion, po jeton dhe vepron në Gjermani. E ftojmë në skenë Elida Doci Goshi. Mirë se erdhe, si e? Mirë jam, faleminderit. Qysh po nihesh? Shumë mirë në praninë tuaj. Kosova mirë? Si gjithmonë. Shqipnia mirë? Edhe më mirë. Gjermania mirë? Dopël. Kish pastor në Angela Merkel ku shkojnë e kur është Gjermania mirë edhe unë jam mirë. Sigurisht, ka pas drejt. Si Azem Galicat e na, ai sa buletinja dikush ka thonë. S'pe di as vet kush. Njoni prej dyve. Po njoni prej dyve po, më skofti treti. Prej ka vje? Sot vi prej Tirane sepse realizova klipin Sarand. Klipin e këngës Kush je ti? Këngës Kush je ti. Po klipi o bo gati a lasu bo? Klipi tash sot u bë komplet mastering i këngës dhe do montohet fundjavë besoj. Keni bo xhirimet, keni bo krejt? Kemi mbaruar. Kush është ta bo? Klipin është nga 77, janë Gjilan, kurse tekstin e ka shkruar Kreshnik Avtiu, muzika është nga Ardian Kastrati. Ekipi Koka Perfekt, po presim që do të del hit. Po shpresoj tani. Për herë parë do ta kënon këtu në prallë me Topan. Po, për herë parë promovohet tu te ju. Ta shohim gjatë transmetimeve tona dhe në televizionin First Channel. Kështu dukesh e je e martuar? Jam e martuar, kam 2 fëmijë, një djalë 24 vjeç, një vajzë 18 vjeçe. A ti ka bo nona fëmita i ki bo vetë? Jo, i kam bo me Lapjanin. I ki bo me Lapjanin. Jeton vepron në Gjermani? Po. Muzikën ke nisë shumë e re, 16 vjeqa, po? Ashtu është. Pse la? Për arsyet ndryshme se kur ke parasysh që ke familjen, ke profesionin, edhe ato kanë prioritet në jetën një personi. Dhe në moshën ose në kohën kur fëmijët u rritën, e pashtë arsyeshme që t'ja filloj përsëri. Elida, pse e nisë tash?
Sepse jam më e pavarur, po Me them. pavarur, unë ke kohë. Po, Kam kohë a e shumë. dona, do me bo profesion kongën? E ki hobi, pasion, qef, qka? Hobi për mua është bicikleta, futbolli, tenisi, kurse muzika është për mua një pasion që e ken zemër të lindur edhe e don. Nuk është hobi. E ku dallimin mes pasionit edhe hobit? Hobi është që Përveç ke që hobi shpirt e ke koka me lidhur, bicikla. është diçka e lindur, kurse hobi është që mësohet, kurse pasioni është i lindur. Vjen nga një familje intelektuale atje në Shqipëri? Prindet, qka kanë punu? Pedagog, Mësusa? po, edhe motra gjithashtu e kemi, shumica për gjutë huja. Mirë, sonte do ta këton kongën? Për herë të parë? Kënga sonte promovohet për herë të parë, edhe shpresoj që publiku ta pres mirë. Herave tjera, Hera tjera sigurisht do jem përsëri besoj në studion do tonë. t'jesh në studion ton, po edhe diçka live, mas edhe kënon live. Nuk e sonte, kam po. problem se për mua biles më shumë ose më mirë do doja që të kënoj live se sa në studio, se në studio më duket sikur ndryshojnë zonin, sikur të ndryshojnë nuk je vetvetja. Po, sonte jemi ardhur veç me bo promovimin, kështu që do ta ndëgjojmë veç kongën. Kush je ti? Shkojmë me këngën, kush je ti? Elida.
E falendojmë shumë Elidën, faleminderit suksesën të ardhmen. Faleminderit. Kaq ke person të natën e mirë. Pjatë me the dhe një salat me stres, djeli nuk ka linde dhe pse është bërë mëngjes. Drekën e ham me rena, hajnë tjetë e unë gina. Shumë isha se